Семејствата на жртвите бараат што поскоро да се започне процес во кој ќе се утврдат причините и одговорните за пожарот во модуларната болница во Тетово, а не судот да се фокусира на обештетувањето. Ибин Емшуи ги загуби својот татко и брат во пожарот. Вели нивното споменување во судница е непотребно и нехумано. I kisha të ndjenjat e meja e kur ma përmendën babën e në vlen, se dëkush i ka dhonë ndjenjë financiare e bona publikisht, ndoshta mund dëni fjali të kisht eskalau, merë po problemi është se une nuk e kërcnova fakt personat, ataj nëse ma lejon Gjigji, do me thonë ato mbrohën se na kanë dhonë ndjenjë financiare, nëse lejon Gjigji, shteti, me këto lloj ato si mbrohen, paguajnë nuk ka 30.000 euro ato si pretendojnë, unë do vuap ka 60. Емшиу вели дека не се задоволни бидејќи нарочиштето не се зборува за причините за пожарот, туку за обештетувањето. Nuk jena të kënaqur se në bankën e të akuzuarve mungojnë e në persona qejer, për deri se sa edhe prokuroria nuk intervenon të futen personat që duhet të futen në listë për të dënau. Edhe sot e dëshmoj edhe njëherë prokuroria atë turpin e vetë që mjedis seancës kajnë artë mbrohën se na kajnë dhonë një ndjenjë financiare neve familjarve për dhimbjet e atë nachme edhe mbrohën me këtë akuzë që këto ki muhabet i vejnë këto gjilipin këta. Amo nuk është qoshtja të mbrohën këshau, po është qoshtja të folet për qoshtjen e zjarit, për materialet që jenë përdorur. Инаку со пресуда на Основниот суд Тетово донесена на 5 јуни минатата година за пожарот во модуларната болница во кој загинаа 14 лица, на обвинетите Бесими и Етеми им беше изречена условна казна од 18 месеци и парична казна за правното лице за кривично дело, тешки дела против општата сигурност, затоа што не поставиле против пожарни апарати, додека докторот Вучевски беше ослободен од обвинение.